Një vëzhgim i report të vënë në kryeqytet konstaton fare lehtësisht se në shumicën e rrugëve automjetet parkohen dysh edhe pse jo më larg se një javë më parë, ligjvënësit shqiptare konsideruan kundravajtje penale që ndëshkohet nga Gjob deri në një Vitburg. Por që ky ndryshim në kodin penal të çojë prapa hekurave, duhet që lënia e automjetit paralel me një tjetër të pengoj ose të blokoj plotësisht qarkullimin si të automjeteve, përfshirë ato të emergjencës ashtu edhe të këmbësorëve. Kur kodi i ri i miratuar në kuvend më 27 janar dhe ende pa dekretin e Begajt të hyjë në fuqi, ky automjet i parkuar dysh do të ndëshkohet me Gjob. Ai ka zaptuar një pjesë të korsisë ku lëvizin makinat, por nuk e ka bllokuar tërësisht qarkullimin. Ndëshkimi në këtë rast është sipas kodit rrugor, Gjob dhe tërheqja e mjetit me karrotrec. Për ekspertin e sigurisë rrugore Islam Qibini, edhe nëse një makinë nuk plotëson kriterin e parkimit dysh është e udhës, të konsiderohet kundravajtje penale. Shembull konkret jep zaptimin e korsive të dedikuara. Këtu është rast tipik i cili duhet trajtuar nga policia rrugore si kundravajtje penale. Dhe në rastin konkret për shembull të bllokosh korsinë e dedikuara për mjetet e shërbimit publik, për mjetet e shërbimit të urgjencës, edhe të mjetet e shërbimit të policisë rrugore, do të thotë që ti je një njeri ose një drejtues mjeti i pandërgjeshëm. Vëzhgimi tregoi se në Tiranë ka me 10 makina të parkuara keq në korsi biçikletash, vizat të bardha, në rrugë ku nuk lejohet fare parkimi e më gjerë. Dhe eksperti sugjeron ashpërsimin e kodit rrugor. Duhet patjetër ndaj këtyre lloj kundravajtjeve të cilët janë të pandërgjeshëm dhe shpërfillin dukshëm rregullat e qarkullimit rrugor, duhet dhe masa administrative të jetë më ashpër. Me trafikun e kthyer në një makt pa mbarim për qytetarët, eksperti këshillon. Duhet rishikuar zhvendosja e terminalit të Kamzës, të kthesa e Kamzës, në qëllim që të jugut, të Shqipërisë së Mesme dhe të jugut, të sposohet për shembull diku për shembull në kombinat, në qëllim që dhe rruga që është kombinat Ndroq-Plepa, të jetë një rrugë e cila të lehtësoj trafikun. Policia rrugore prej korrikut të vitit 2025 në mungesë të ndryshimeve të kodit penal, parkimet dyshe nisi t'i referoj në prokurori sipas nenit 293 që flet në terma më të gjerë dhe jo vetëm për automjetet në rastin kur vjen pengesa që bllokojnë qarkullimin e mjeteve të transportit. Në vetëm 7 muaj, më shumë se 210 shoferëve ju hapën dosje në prokurori, por situata sot tregon se ndërgjegjësimi mungon.